ky është libri i parë që ne kemi të dhëna dhe dokumente nga shërbimi sekret serb? Po. Se unë s'di gjë tjetër, mund t'jem gabim. T'ja u them qa janë. Unë nuk... Si është ky libër? Nuk jam biznesmen, i nxjerr të gjitha, nuk se njoh biznesin, jo po mos jo do i themi. Si është? Shiko ç'është. Këtu janë dy analiza të gjata, që bëjnë dy oficerë që ja raportojnë qendrës, që janë kërkuar dy oficerë serb, sigurimit serb, të UDBA-s ose të BIA-s, që themi. Nuk janë të shërbimit sekret ushtarak, janë të shërbimit sekret politik, jo të KOS-it, po janë të BIA-s. Po, atëherë i pari nuk është, sepse atëherë ishte UDBA-s, ishte tani. UDBA-ja deri cilin vit ka qenë? Po, ata e kanë deri në shpërbërjen e Jugosllavisë. Pa ishte termi që edhe sot përdorin ata kështu si termi i njohur. Kur themi UDB, shërbimi sekret serb. Okej. Është i pari është i viteve 1897, do të thotë pak vite mbas krijimit të Jugosllavisë dhe shërbimit tyre sekrete, ka punuar 10 vjet në vendet e banuara nga shqiptarë. Ky ka qenë i specializuar për të njohur mirë terrenin shqiptar, shqiptarët në tërësi dhe cilat do të jenë metodat mbi bazën e kësaj për shkontarizimin dhe për shfarosjen e shqiptarëve. E thon hapur, I dyti është në vitin 90-93. Është interesant. Tatamirović e ka i dyti. Ndërsa i pari, për hir të së vërtetës, realitetet dhe njohjen e shqiptarëve, po ta shikosh, i thot me gjakmarrja, mikpritja, vlerat morale, besa, gjitharitet. I thot shumë, i pasqyron tani këta janë shqiptarë thot. Dhe me këto që ne gjejmë me virtytet dhe veset e tyre, ne duhet punojmë për shkontarizimin me çdo kusht të tyre. Thonë hapur, i parë. Shkontarizimin. Po. Dëbimin. Vrasjen, dëbimin, ekstradimin, shkatrimin e pronave, të gjitha me radhë. Hapur. Ky është shërbimi dhe truri i shërbimit sekret serb kundër Shqipërisë. Megjithatë ne nuk flasim, ne flasim sigurimi këtu që është mbrojtur kundër këtyre, ne themi akoma kështu, vazhdojmë ne flasim. Për këta nuk flasim, ne që kanë bërë krime monstruoze dhe nga më barbaret. Tani i dyti, Tatamirović, është shumë interesant. Ky që në fillim e thot, ka 60 faqe i dyti në këtë vlerësim, ka punuar edhe 10 vjet në territorit e Kosovës si oficer i sigurimit serb. Thot, këto që do të shkruaj unë e di do të kem reagime, thot. Nga rrethet politike të larta në Serbi, por edhe nga kolegët mi, thot. Por unë do të themi të vërtetë, thot. Boll kemi masakruar shqiptarët. Tatamirović. E thot ky. Kemi dekada dhe shekuj, thot, që ne veprojmë kundër tyre, thot. Që kemi derdhur gjakun e tyre kudo, thot. Ata janë, e thot, sop siç po ja u them unë, janë të shkruar në libër, përkthimi është korrekt. Ata janë autoktonë në trojet e tyre. Ata, thot, si që po mbarsen situatat e thot 90-91, 89, thot, dikur, thot, do të thonë fjallën e tyre, edhe me dhunë për çka u kemi bërë ne, thot. Unë ndjej, thot, që ata duhet shkëputen. Le t'u japim të drejtën edhe të vetë vendosin, thot. Edhe për shkëputje. Më mirë të kemi një fqinj që kemi toleruar të vetë vendosi, se sa ne të shtypim me dhunë dhe ata do të meten armiqt për jetë shumë e netët, si fqinjit tanë. Se që do të shkëputen, janë materialet janë shumë interesante. Kjo është fytyra e vërtetë e UDBA-s dhe veprimtaria e shërbimit sekret serb kundër shqiptarëve. Okej, foto tjetër? Tani, ky ishte dimensioni i parë për shërbimin sekret që ke shkruar shumë libra. Për ta mbyllur këtë shërbim sekret të sigurimit, kam një pyetje të tillë. Okej, kjo pjesa e operacioneve të CIA-s edhe të shërbimeve sekrete të tjera, po si ishte shërbimi sekret shqiptar? Si ishte sigurimi në perceptim? Nëse ti do jepi një përkufizim, si do ta përkufizim? Shiko, si pjesë e gjithë shoqërisë tonë. Ka pasur në një institucion, po them, njerëz të kualifikuar, njerëz të ndershëm, njerëz punëtor, njerëz të mirë, njerëz patriot. Se ky ishte për shërbimin e jashtë. Po, ky ishte për shërbimin e jashtë, që t'jemi korrekt me... Po, zbulimi. Kundër zbulimi është brenda. Po, pra çfarë foli zoti Koçollari dhe ka botimet e libra është për shërbimin e jashtë. Po. Tani për shërbimin e brendshëm? Po. Unë të mos përsërit atë gjë. Ashtu sikurse në gjithë jetën e këtij vendi, që kishte institucione që ku punonin njerëz të ndershëm, njerëz të devotshëm, njerëz të mirë, por kishte edhe njerëz të tjerë të paaftë. Si në gjithë institucionet sigurisht edhe aty, po kështu ka qenë. Nuk është në një përjashtim, kishte abuzues padyshim, siç kishte edhe ndërmarrje. Ai ishte një institucion kriminal? Jo, sa të se them dot në asnjë mënyrë. Nuk e thua? Absolutisht jo. Po ata që u vranë, Shikoj, ka zbatuar ligjin. Nëse ligji ti më jep edhe sot një ligj, do ta zbatojnë institucionet. Tani atëherë për ta marrë më të thjesht do të them. Sot ka ligje që zbatohen nga organet ligjzbatuese dhe organet inteligjente.
për të cilat unë kam rezerva të mëdha, ka ligje, po ka. Do të them një të thjesht fare. Për shembull, për një armbajtje pa legje se përdor kurrë ai, po e ka të thotë ta kem në shtëpi, ti e ndër 5 vjet heqë lirie. Për mua është një ligj absurd, të tjerë të shesin armën. Por ne kemi rrethana të caktuar dhe na duhet vendosim atë. Nesër do të jemi këtu, ndoshta dëshmitar, do të hiqet ai ligj. Ti merr 5 vjet jetë aty pse mbajti një thik, pa i do ta zbatoj. Dhe do t'i thuash atij pse e ke dënuar atij prokurorit ose atij oficerit të policisë? Kështu kanë qenë atëherë ato ligje. Jo, e kam fjalën që sigurimi i shtetit atë akuzë më të madhe ka për kundërshtarët politik. Dhe prerja e kokave të plejadës intelektuale mbas vitit 1944 është pesha më e madhe që mban mbi supe e sigurimit të shtetit. Ktu e ka. Ishte sistemi politik i tërë. Besoj ti e ke parë, dje po shikoja rastësisht po, ato, si qethni dhe i vrisni në mënyrë publike në Francë, kolaboracionistët edhe këta. Dhe gjithë, sepse ngelemi ke Shqipëria, po kështu ishte një pjesë e imponuar e gjysmës së botës. Ke mëkatet e tua, pas sigurisht që ke mëkatet e tua. Por, fatkeqësisht ne harrojmë të themi se ngelim te kjo, atë që përmendëm pak më përpara. Po Shqipëria ka qenë objekti më i varfër dhe i goditur nga të katër anët. Nga të katër anët. Dhe këtë ne nuk e marrim në konsiderat. Përmend ato sa janë vrarë ande dhe sa janë vrarë këte. Po këtë se marrim në konsiderat ne, se çfarë aktiviteti agresiv dhe të poshtë kanë bërë qarqet, po dhe politikat greke, jugoslave dhe të tjera. Jo, e di çam nga për shtypje që gjithë drejtuesit e shërbimit sekret përfunduan keq. Po se mos vetëm në shërbimin sekret. Jo, flas këta unë, se këta vrisin njëri tjetrin. Po se qëndrojmë, po jo, arrestoni njëri tjetrin, vrisin njëri tjetrin. Janë vendimet partijake që i kanë konsideruar të gabuar dhe të ashtu. Po mirë, për ta mbyllur fare këta, ajo shprehje që mua unë isha fëmijë, po kam mbetur mend nga ajo një e thënë Enver Hoxhës që të gjitha grupet armiqësore i ka zbuluar partia, jo. E ç'të them mbas kësaj? Jo sigurimi i shtetit. Jo, më shpjegoj për ata që na ndjekin, ç'është ishte kjo? S'bë do të analizën tash edhe në fushën politike të gjërave. Okej, kaloj. Një nga studimet tua që unë e kam vetë shumë për zemër, po shumë për zemër, është për Ali Pasha. Ke shkruar mos gaboj 6 libra vetëm për Ali Pasha? 6 libra. 4 janë për fat të madh, ai na ka lënë dokumenta të shkruara shumë. Është i pari në historinë e popullit shqiptar që krijoi protokoll dhe gjithë korrespondencën edhe letrat i ruajti. S'kemi ne përpara Ali Pashës. Si ruajti? Ku ruajti? Krijoi zyrë protokolli, ja ta them. Jo, kur e vranë ka fjalë, ku ruajti? U morën nga të gjithë fondi dokumentave të tij, turqit që kryen operacionin për vrasjen e tij, po morën kokën, kanë marrë dy gjëra, gjetën bijuteri e pasuri kështu, pasurinë dhe dokumentacion. Gjithë dokumentacion me sa deve nga Janina në Stamboll. Siç del dokumentacioni është janë 80 deve që ata i 80 deve. Ua. Vetëm me dokumentacion dhe materiale tjera. Edhe mallra dhe kështu gjëra tjera, ashtu. Dhe i gjithë ky dokumentacion është në Stamboll. Ky shkoi në Stamboll. Ka një histori, një ngjarje, prandaj njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm edhe se ka dëgjoj edhe kur flasin. Nuk janë të mijat, janë të atia. Dokumentacioni është arkivor i atij njeriu që ka prodhuar dhe e ka krijuar dhe administruar. Dhe ditë që ndodhi mbasi vajti atje, sigurisht ata e kanë kontrolluar me kujdes. Sepse në ato dokumenta ka marrëveshje sekrete të Ali Pashës edhe me fuqitë e tjera. Çka cënonin interesa drejt për drejt të portës lart. Po portës lart, tamam. Dhe tamam në këtë kohë ata i kanë mbajtur atje dhe i kanë kontrolluar një për një. Çuditërisht në konfliktin greko-turk 100 vjet mbas vrasjes së Ali Pashës, më 1922 u vra Ali Pasha, 1922, 100 vjet më pas, në periudhën e konfliktit greko-turk, që ata zbuan grekët nga Stambolli, atë që ishin ortodoks turqit dhe morën këte që ishin muslimani konsideruan për turq, vjen edhe një qytetar, Jani Hoxhi, quhet. Jani? Hoxhi. Ishte një shqiptar i vendosur në Turqi prej kohësh. Dhe çuditërisht ai vjen me 2 baule të mëdha, dhe në ato 2 baule ai ka pasur pjesë të dokumentacionit të arkivit Ali Pashës. Edhe tani, unë personalisht, po dhe tjerë, nuk e gjejmë dot këto dokumenta që ishin të fondit të arkivit, i vodhin arkivin e Stambollit, i bleu nga dikush, do më thënë nuk i dim, por fakti është që kjo është një pjesë e dokumentacionit. Se ju keni gjetur në Greqi? Në Greqi, ai mori dhe i depozitoi atje, është përpjekur të përpunojnë, do më thënë ti shpjegoj? Sepse janë të gjitha, s'kishte makinë shkrimi, të gjitha me dorë, të shkruara, dhe të gjitha këto,
i kam përkthyer, kuptohet se në greqisht. Nga greqishtja. Sepse ai futi si gjuhë zyrtare për gjithë territoret e peranorisë osmane ishte osmanishtja. Ky për herë të parë u rebelua dhe vendosi si gjuhë zyrtare shqipja nuk shkruaj. Ne dim 100 vjet më pas se shkruar shqipja në Kongresin e Manastirit. Dhe atëherë ky futi greqishten sepse kishte në territoret e tij edhe grek. A shkruan, a ka ndonjë shkresë në shqip? Ka fjalë në shqip në ato që kam gjetur unë. Çfarë fjalë për shembull? Për shembull, na pa eci me të gjoksi, të shkoj atje me gjoks, të dalë përpara me gjoks. Fjala vjen, ose mora një, po ka gjen Dhe kjo është shkruar në greqisht. Po në greqi, me grama greke, aty po është në shqip ajo. Është në shqip, po. Po ka dhe gjëra të tjera. Tani një kështu më heq kuriozitetin, të lutem. Po. Ideja kujt ishte kjo kopertinë, se më pëlqen shumë. Këtë kopertinë zakonisht mua mi bën një ide. Këtë ma ka bërë unë një nga 3 vajzat. Vajza jote? Është arkitekte. Tha do ta bëj unë këtë, dhe ajo e ka bërë këtë. Po shumë, më pëlqen shumë kjo. Shumë bravo, good idea si thonë Amerikanët. Good ideas, po. Shumë e bukur. Shumë e bukur, sepse ti mund të vjetë çdo gjë të Ali Pashës, po kjo që ai ka dokumenta është ajo që vret. Se ne s'dim ku dimë ne që ishte dokumenta Ali Pasha. Po kjo që ka dokumenta është shumë e rëndësishme. Unë kam botuar 4 vëllime nga 800 faqe dokumente. Po. Që njerëzit shpesh gjejnë një dokument dhe gjithaj një dokument, aty ka dokumenta pa fond. Dhe kam edhe 3 vëllime të tjera për të, nëse do të kem mosh fizike për të arritur për t'i bërë dhe 3.